që janë vetëm sociale, por edhe njerëzore, humanitare, të cilat nuk mund të injorohen. Dhuna, vetvrasjet, vrasjet brenda familjes nuk janë më rastësore, ato janë shprehje e një realiteti ku varfëria, papunësia, mungesa e edukimit krijon një mjedis të mbushur me tension dhe pasiguri. Përballë këtij turpi social që mund ta quajë shoqëria, institucionet dhe shteti duhet të reagojnë, të analizojnë dhe të ndërmarrin veprime konkrete për të parandaluar tragjeditë dhe për të rikthyer funksionin edukues edhe mbrojtës të familjes. Ne kemi Joy Jakaj, pedagoge, e cila na është bashkuar në këtë momente në studio për të folur, e thash drejt apo jo Joy, pasi është një shqetësim i madh në momentin kur fëmijët ngren dorën për të vrarë prindin. Në fakt, Suela, faleminderit për ftesën dhe gjatë gjithë ditës sot, unë e kam pasur mendjen të kjo temë, duke punuar, sepse ditën e shtunë ne kemi mësim në akademinë që drejtoj, aty kisha mendjen. Pse kisha mendjen aty? Për të thënë që e vetmja temë që më bën tani të pranoj ftesat nga televizionet, janë këto tema. Janë kthyer në problem të madh shoqëror. Dhe shoqëria e tëra duke filluar jo për të bërë monotoninë e gjërave, familja, shkolla, shoqëria, të gjithë kanë faj, por të ulemi të gjithë me këmbë tokë, të lëmë retorikat boshe nëpër televizione me panelist kriminalist që nuk thon asgjë, vetëm bëjnë lajme sensacion, i hedhin për klikime dhe në fakt të nesërmen ose të pas nesërmen, pas 2 ditësh, ky krim është harruar dhe nuk janë marrë as i mas. Do më thuash tani me të drejtë, mirë Gjoj, na tregoti si merren masat. Atëherë masat merren me edukim. Në qoftë se gjithë media në Shqipëri, duke filluar dhe nga personazhet të rëndësishëm të botës së medias që tani duan të jenë pak më të lirë nga, po themi, zgjedha e pronarëve televizioneve, për të mos u atashuar me politiken, shikoj që në portalet... Po më thua tani që fajnë për këtë derexhe dhe nga që një fëmijë ngre dorën mbi një prindin e vet e ka fajnë media. Po ti listoj edukimin, sigurisht do më kundërshtosh, por do të argumentoj me argument. Me argument të lutem. Atëherë, shkova nga fundi sepse është forma më edukuese. Gjithë shqiptarët shohin shumë televizion. Pjesa të rinjve shohin podcaste dhe portale. Atëherë, si duhet edukojmë? Duke ftuar në për panele televizive, duke ftuar në për podcaste dhe duke i kthyer portalet në media dhe ti fton vetëm personazhet që klikohen dhe personazhet që nuk thon asgjë. Që këtu fillon. Dhe një nga këto netët në një media thash, ti edukon më shumë se sa një prokuror dhe gjyqtar. Prokurori dhe gjyqtari dënojnë, media edukon, shkolla edukon, familja edukon, atëherë ne të kthejmë syt nga këto 3 element që edukojnë. Shteti mbase është shumë i ngarkuar me punëra. Jo, të lutem, çfarë për shteti, se shteti duhet ishte i pari. Shteti duhet ishte i pari, nuk duhet justifikoj kurse si shtetin, por shteti ka politikat e veta. Nuk do politika është që ti lërë të vritën familjet në gjithë botën, po shkojnë drejt klikimeve të shpejta. Atëherë, ne si shoqëri, që apo ndodh në Shqipëri, duhet ulemi, 2 prindër që janë prindër dhe që e kanë vendosur të rrisin një fëmijë, duhet ulen, duhet lënë 2-3 punë që mund t'i bëjnë gjatë ditës për ta ushqyer dhe për t'i krijuar shumë mira materiale dhe ta edukojnë. Absolutisht edukimi është pika bazë nga duhet nisim ne sot në Shqipëri si shoqëri për të parandaluar krimin. E pa nuk do të jetë shteti që t'ia urrisë rrogën prindërve se askush nuk ka qejf të bëjë 2-3 punëra dhe të strapacohet gjatë gjithë. Atëre analizova pjesën e parë. Dhe të lërë fëmijët pa takuar. Tani do analizoj pjesën e dytë. Kush është problemi më i madh në shoqëri? Përveç familjes që nuk edukon sa duhet, sepse e merr vala e jetës përpara, shkojmë te institucioni i shkollës, i marrim gjitha me radhë. Ti fillove nga fundi, nga media. Media shikohet. Ti edukon më shumë se 10 prindër që nuk kanë një universitet. Edukon me fjalën, edukon me veprimin, edukon me... Burimin e medias duhet të ta zgjedhësh mirë, apo jo? Shiko, Suela. Se vërtet kemi kaq shumë portale dhe media në celular. Por varet se... Ty një prind në zonat e thella të jugut dhe të veriut, në 2 polet e Shqipërisë, të shef si model, si idhull. Atëre ditën që të shef si model, ti transmeton një model të mirë, një model edukativ, fton një mësues që ka bërë revolucion në arsim. Paçkasat janë 20 tjerë, jo në nivelin e duhur. Fton një mama që vërtet ka rritur një djalë model në Shqipëri. 2 adoleshent
që japim Cezarit atë që i takon Cezarit. Njëri është me prirje drejt drogës, prostitucionit etj. Dhe njëri që ka bërë shkencë dhe ballafaqoi. Atëre nuk po bëhet kjo punë në media dhe unë jam kritizere përveç se për shtetin dhe për median, dhe për shkollën dhe për shoqërinë. Të gjithë duhet ta nisim nga vetja, Suela. Thash që jam menduar gjithë ditën sot? Pse jam menduar? Kam 10 mësues që japin mësim. Secili bën një fëmijë të spektrit autik ose një fëmijë me nevoja të jashtëzakonshme ekonomike falas për fundjavë. Unë kam ledhur promovoj. Pro bono si që veprojnë shpesh disa avokatë. Mua nuk është se më kaftuar ndonjëherë një media për ta bërë publike këtë. Unë e bëj sepse kam mundësi, po një tjetër nuk e bën dot. Unë kam një mundësi, rrjetet e mia sociale, target grupin që më ndjek. Atëre, çdo njeri që bën një vepër të mirë, promovoje të mirën. Masa të ndjek, të dish që masa të ndjek. Sa të ka ndihmuar përvoja jote si drejtoresh burgu për të bërë zgjedhje të tilla e për të ndihmuar familjet në nevojë? Mbasi se ti e ke prekur nga afër këtë shtresë dhe e ke parë se këtu këta njerëz të cilët kanë bërë krimin e familjes. Atëre një vajzë dhe një djalë, të cilët unë i kam pa përmendur emër element që i kam prekur gjatë kohës që kam qenë drejtuese e burgut grave. Edhe aty jam munduar të bëj edukim. Ti gjithkund ku je duhet bësh edukim. Unë kur në jetën time, një pozicion si mësuese, as si pedagoge, as si drejtuese, nuk e kam parë vetëm përfitimet e mia. Unë nuk jam një femër që kam pasuri dhe që jam e pasur për të bërë filantropi. Por bamirësitë e mia i bëj modestisht me stafin, me personat që më rrethojnë dhe me atat me të cilët unë u jap një punë. Qofse unë t'jap një punë, atëherë unë mundohem që të vënë të prek ndërgjegjen që ti duhet ndihmosh një person, qoftë dhe secili nga ne të ndihmoj një person vetëm, ne e kemi kryer detyrën. Dy rastet tani dalim, njërin rast unë kam që e denoncoj vetë mamaja vajzën e saj, sepse në mendimin e tjemës ishte e lidhur me një person kriminal që po e fuste në botën e drogës dhe të prostitucionit. Në rrugë të keqe. Gati 9 muaj punë më zhdashur bindse edukative me tjemën për të tërhequr denoncimin dhe i kam takuar, e kam marrë si nisëm individuale dhe kam takuar avokatin, prokurorin, maman dhe vajzën në dhomat e IEVP 325 që ka qenë burgu i grave. Nuk ishte veprimi drejt ai nënës që denoncoi se pra ajo po i merrte rrugë? Për mua nuk ishte veprimi drejt, sepse në mendimin e saj ajo po edukonte duke futur në burg. Po në fakt ti nuk po e edukoje. Po kur nuk e zgjidhje po që edukoje. Kur nuk e zgjidhje tjetër sepse nuk të dëgjon. Unë negociova dhe ja dola dhe ajo vajzë ka filluar universitetin kohën që unë kam qenë drejtoresh e burgut grave. Pra, denoncimi është tërhequr nga jema, pasi janë shkruar disa letra, nën dhe bi, atë nuk pranon në asnjëra të takon të tjetrën, a është e vështirë, a është detyrë një drejtori burgu, sigurisht kisha një detyra tjera, por detyra për të rehabilituar të dënuarit dhe të paraburgosurit është pikë së pari në atë institucion. Atëherë unë zgjodha të bëj dhe edukim. E sheh që shteti ka rëndësinë e tij sepse ka shumë rëndësi, jam dakord të më kundërshtosh. Por shteti duhet të zgjedh personin e duhur për karrigën e duhur në çdo institucion. Qoftë në arsim, qoftë në institucionet e vujtjes dënimit, qoftë në një televizion, qoftë në një televizioni privat, të lutem. Televizioni privat, por flasim për shtetrorin. Mos i kthehemi të lutem televizioni, se televizioni bën punë. Po rasti i dytë. Po themi të shtetrorit, Suela, dhe e kam pak brënga. Unë kam konkuruar për drejtoresh të përgjithshme të radio-televizionit shqiptar. Do bëja revolucion, revolucion mediatik do bëja në Shqipëri për 2 vjet, sikur të më jepej mundësia ta drejtoja atë institucion. Do thuash pse thua tani kur nuk je zgjedhur? Jo, e ka thënë më përpara, këtë e kam dhënë. Unë e kam thënë edhe më përpara dhe egzoft zonja që e drejton, por gjithçka do bëja për shoqërinë, sepse është televizion publik dhe prandaj them dhe televizioni publik ka mision që duhet bëj edukim. Dhe shkolla ka mision dhe prindi ka mision. Prindi nëse e mendon që po fiton pasuri të jashtëzakonshme dhe fëmijën po e bën të lumtur me pasuritë e tij, asnjëherë mos e mendoj si të tillë. Fillimisht duhet ta edukoj, ta afroj, të flas me të, ta dëgjoj, ta kritikoj, ta këshilloj, të jap dashuri, pastaj të mira materiale. Në qoftë se ti nuk e edukon me këto element gjatë rritjes,
mos prit që një adoleshent në moshën 16-17 do të dëgjoj. Ne po flasim. Kjo është punë në proces. Ishte në nxitje të një rasti ku familja ishte varfër, arsimi. Dua të them edhe elementin e dytë, se thash vetëm për vajzën. Dua rastin e dytë. Dua rastin e dytë për djalë. Po. Një komshi imi në kohën që kam banuar në një provincë të Shqipërisë, në zonën e institutit. Djali i rrihte në mënyrë sistematike dhe gjithë pallati e dinim që djali vendor mbi dy prindrit. Dy prindrit nuk kishin fëmijë tjetër, vetëm këtë fëmijë. E kishin denoncuar disa herë. Disa herë u fut në burg dhe dilte nga burgu. Pse e thash këtë? Pas një muaj e nxjerrin nga burgu. Si mund ta lirosh t'ia shpejt një përbindësh që vë dorë dhe i rreh sistematikisht dhe i dhunon sistematikisht dhe psikologjikisht dhe verbërisht dy prindrit. Pas një muaj i dilte. Ky proces zgjati shumë kohë. Pas disa kohësh, ai u vra, sepse u lidh me krimin e organizuar dhe u vra. Që do të thotë, këta prindër nuk kishin mundësi ta edukonin, sepse ishin prind të parësimuar, me një ekonomi shumë të dobet, lindjen e fëmijës e kishin bërë në një moshë shumë të madhe, rreth 45-ave. Pra, në momentin që ti nuk ke zgjidhje tjetër, drejtoju institucioneve dhe ata në fakt ju drejtuan, por asgjë nuk zgjidhen, sepse zgjidhja në fund të proceseve ishte vrasja këtij triu, sepse atë rrugë kishte zgjedhur. Atëre çfarë na jep media ne dhe çfarë japim një nënë ne që është në pikën më të vështirë të jetës, në edukimin me një fëmijë, marrim dhe edukojmë nëpërmes ballafaqimit të dy personazheve, një personazh që po shkon drejt botës së krimit dhe një personazh që po shkon drejt botës së dijes. Bëjmë një ballafaqim dhe në fund zgjerim një konkluzion. Do jetë emisioni më i ndjekur, se plasën televizionet shqiptare për të ndjekur, për të klikuar. Ju lutem tani se gjithë duhet kthejmë syt nga të rinjt, sepse interesante, ti më bën skenarin e një emisioni, por ne kemi skenarin tonë. E dashur, çdo politikan duhet kuptojë dhe nëse i arsimon fëmijët jashtë, ti po përballesh me krimin në rrugë. Kemi nënën dhe fëmijët e vet, të cilët varrosin babain. Rasti më i freskët për cilin ti më ke ftuar sot. Po, e tmerrshme. E tmerrshme sepse ai u dënua me burgim përjetshëm. Në institucionin e vuajtjes së dënimit ose burgu i grave që unë kam drejtuar, ka pasur një rast të tillë, që djali dhe vajza e vranë të jatin, e jema e fshehu, dhe unë kur jam larguar nga institucioni, ajo ka vazhduar dënimin në atë institucion, ishte vazhdimisht në ndhimje të jashtëzakonshme. Çdo ditë atë shikoja nga mëngjesi deri në darkë duke derdhë lot, dhe loti i saj rënkonte më shumë për dhimbjen e dy fëmijëve se sa për tjetës saj. Thotë që i mbir e vrau bashkëshortin në një moment gjaknëzetësie, kur po vinte nga puna dhe unë mbi mua ai po ushtronte një dhunë të jashtëzakonshme. Mori qekanin me të cilin po rrifte bashkëshorten dhe qelloi te jatin dhe jati vdes në moment. E marrin e fshehin krimin e bërë. Dhe pas 2 javësh, policia zbulon. Të tre ishin fajtor, është fiks e njëjti rast, përveç se këta ishin 3 dhe ata janë 4 që janë përfshirë të gjithë në krim. A ka krim më të madh? Atëre çdo grua në Shqipëri, në qoftë se nuk mendon thellë ditën që martohet dhe pranon të jetojë me një bashkëshort dhunues, nuk do ketë fëmijë të shëndetshëm dhe të sjellshëm dhe të sinqert. Nëse ti pranon dhunën, mendërisht këtë nuk do i kesh të shëndetshëm. Pse s'do i kesh shëndetshëm? Ose zgjidh divorcin dhe vazhdo jetën duke i rritur dhe edukuar këto të fëmijë me aq sa ke mundësi, ose mos u shqe dhunë fëmijëve ndaj babait, sepse kjo ka ndodhur në të dy familjet. Baballarët kanë qenë dhunues. Për shkak se baballarët kanë qenë dhunues, mamaja e ka ushqyer vazhdimisht me dhunë psikologjike që unë po jetoj në dhunë dhe jetoj prej jush. Një ditë prej ditësh fëmia pastaj ndoshta imiton babain dhe drama ndjek dramen. Është fiks një thriller i cili dikur shihej vetëm nëpër filma, sot është në jetën reale. A kanë faj familjet? Pa diskutim, sepse ditën që nuk funksionon martesa, shumë më mirë bashkëshorti dhe bashkëshortja të ndahen, të shikojnë jetët e tyre dhe fëmijët
edhe nëse vuajnë shumë nga ky divorc, është më mirë të rriten në një formë të varfër, por jo të dhunuar, sepse edhe varfëria dhunë është, por e mëson me punën dhe në fund të ditës nuk bëhet kriminal, se krimit vrasësh babain, vrasësh nënën, vrasit cilat ne nuk i kemi parë vetëm nëpër filma dikur, në Shqipëri tashmë prej 10 vitesh janë shumë aktuale. Gjithë shqiptarët duhen të ulen dhe të analizojnë këtë situatë. Politikanët, shteti, shkolla, familja dhe televizioni. Duke sigur ata që kanë vajza janë më të interesuar që djemtë të rriten të mirë në Shqipëri, sepse janë këta djemtë që do të marrin vajzat që kemi ne të tjerët. Si duhet të rriten djemtë të mirë? Edhe ky është një problem shumë i madh, Suela, se në të shumtën e rasteve unë vëre të paktën në zonat rurale të Shqipërisë që djalit jepet shumë më prioritet. Unë një nga këtë ditët në një bisedë me një vajzë, cilën po e merrja në pyetje për ta pasur në stafin tim, i preka këtë plagë dhe pa shumë të lënduar që prindrit bënin më shumë pas djalit se pas vajzës. Investoheshin më shumë pas një djali dhe pas arsimimit dhe kualifikimeve dhe përmbushjes së djalit se sa të vajzës. Që këtu ti ke krijuar një hendek dhe një diferencë mes gjinisë mashkullore dhe gjinisë femërore dhe kjo vajzë do rritet e palumtur. Dhe në fund të ditës mos harro që gjitha vajzat ndjekin modelin e nënës. Në të shumtën e rasteve djemt ndjekin modelin e babait, vajzat ndjekin modelin e nënës. Ndonse në pamjet parë duket sikur baballarët bëjnë më shumë pas vajzave dhe e kundërta mamat bëjnë më shumë pas djemve. Djemt ndjekin totalisht rrugën dhe modelin e një babai. Nëse babai është i dhunshëm, në raste mua më ka ndodhur nga investigimet që kam bërë për një libër që unë po e shkruaj pse vrasin trinj shqiptar, që një djalë i një babai dhunues nuk ka ndodhur të jetë jo dhunues, ose të jetë i lirë, ose të jetë i drejtë, ose të jetë social. Rrugë të keqe, të bëhet agresiv, të bashkohet me shoqe të keqe, po çfarë zhdron atë në atë vrasës? Ambienti social në të cilin rritesh dhe edukohesh nëpërmes dhunës, le shenja të thella, Suela, të jashtëzakonshme. Dhe duke parë ti vazhdimisht dhunë në familje fizike, psikologjike, varfëri të tejskajshme, zgjedh këtë rrugë. Rruga më e gabuar, sepse pas 30 vitesh demokraci, ndonë se jemi në jamulli të pashoqe në Shqipëri, një djalë dhe një vajzë, kur janë të pakënaqur me prindrit, sot e kanë mundësinë edhe të arsimohen, dhe të punojnë, dhe të largohen. Jo se predikojnë largimin, sepse është shumë e trisht të lësh prindrit, po në momentin që ti nuk gjen gjuhën me babain, është më mirë. Ai djali ishte 25 për 26 vjeç, ai mund të largoheshe. Kishte tentuar disa herë të largoheshe, djali i pëllumbit, dhe ishte rikthyer në Shqipëri. Dhe vrasjen e ka kryer në gjak ftofsi, sepse ka ndërtuar dhe gjithë elementet rreth vetes, prandaj dhe ai është dënuar me burgim të përjetshëm. Në këto momente rruga e duhur është që ti largohesh dhunës, sepse ti do kthesh dyfish në dhunues nëse ti nuk i largohesh dhunës. Dhe kjo është një temë sa vetë jeta, në gjithë kohrat ka pasur dhe do ketë dhunues, por prej 10 vitesh në Shqipëri janë shtuar vrasësit dhe janë shtuar në mënyrë të frikshme, sepse para një jave në një lokal në dalje të Manzës, në 2 të natës, qelluan dhe aty janë plagosur dhe të pafajshëm, pra që s'kan qenë pjesë e sherrit, ase pjesë e luftimit të 2 grupeve. Njëkohësisht kemi parë të vrasit në Shkodër, kohët e fundit, janë vrarë të pafajshëm, kalimtar ose personazhe që kanë qenë në lokal duke konsumuar një kafe, ose një vakth, ose një drek, ose një darkë, që do të thotë, jo vetëm kriminalet me njëri tjetrin po vriten, po vriten njerëz pafajshëm. Dhe duhet shteti një orë më parë të miratojë një ligj që të mlidhen armet, një ligj që të votohet nga gjithë parlamentarët, të majt, të djathtë dhe pa parti, nëse ka të pavarur, që s'ka të pavarur në parlament, të votojnë këtë ligj që të mlidhen armet. Shteti po dojë të vepron dhe ligji kur vepron shoqëria ndërgjegjësohet dhe i riu
pa diskutim që ndryshon qasja dhe model në shoqëri. Të mos harrojmë edhe kompleksin e Edipit, sepse vrasje të babait ka patur gjithmonë. Kompleksi i Edipit është i njohur për gjithë dhe duket sikur psikologët në kohët e fundit mbase e kanë harruar ose nuk e sjellin në tryezë atë vrasësi për xhelozin për nënën. Sa shumë dikon kjo. Nuk mendoj se është rasti shqiptar. Mund të jetë rast në përbot që ka edhe një demokraci prej 300-400 vitesh, por ky rast nuk i përket Shqipërisë. Në Shqipëri kryesisht vrasjet ndodhin për 3 element. E para nga varfëria e iskajshme, e dyta nga dhuna sistematike fizike dhe psikologjike që ka psuar njëri që në vegjëli, dhe e treta mos edukimi. Një djalë që ka lënë shkollën në klasë 6, klasë 7, ose të 9, ose 10 dhe nuk e ka vazhduar drejt asaj rrugë të shkojë, sepse grupet kriminale çfarë bëjnë? Kryesisht i joshin nëpërmes drogës, pastaj i kthejnë në vrasës, në killera, i paguajnë dhe si pasojë e varfërisë dhe mos edukimit, ai gjykon shkurt, nuk gjykon gjatë, do pasurohem, thotë, dhe ai harron se vrasësi serial nuk bësh për një ditë, bësh për një kohë gjatë, sepse ai që të fut në rrethin 4 orë, ai nuk të lëshon më të dalësh nga rrethi 4 orë. Kështu që në këto momente ti e ke humbur jetën dhe ke humbur rinin dhe ke humbur të ardhmen. Dhe që këtu ne po të flasim dhe ti themi gjërat me edukim dhe thjesht dhe pa shumë histori klikimi. Do shta dhe unë bëra histori për klikim sot, për të gjitha kanë qenë, më beso, të gjitha kanë qenë për edukim. Nga klikimi, po pra sepse nuk kemi asnjë të keqe për klikime, por duhet themi gjërat që vlejnë dhe prindrit duhet ndërgjegjësohen dhe të lexojnë se si mund t'i shpëtojnë djemtë e tyre nga kthetrat e krimit të organizuar. Shumë nga ato informacione që kalojnë tek pikërisht nëpërmjet klikimit apo rrjeteve sociale, shumë informacione janë të vlefshme dhe të mira. Ty puna është që duhet bërë ai procesi i selektimit dhe të gjendës se çfarë është e mirë për ne. Problemi e kam shumë të zhvilluar edhe të mërzitshëm këtë pjesën e klikimit, sepse merret vetëm një sekuencë dhe nuk shtjellohet çështja. Po, mos vallë ne pikturuam një panoramë të dhimbshme dhe të zymt të ardhmes së familjes shqiptare, apo Gjoj shet dritë në fund të tunelit? Pa diskutim që shoh dritë në fund të tunelit. Ti kthehemi të shkuarës time. Unë kam dhënë mësim shumë vite në gjimnazet e Tiranës. Pa dyshim që unë i përkas Brezit që kam dhënë mësim në 97-ën. Me armë na kanë ardhur afër shkollës që ose më notën 5 ose unë do të vras. Dhe unë me disa kolegë të mitë përsëri kemi vënë dinjitetin në vend. Kemi thënë ti këtë notë nuk e meriton dhe nota nuk merret me armë, por merret me të lexuar dhe nëse ti nuk ulesh të lexosh, ti do kthesh në kriminal. Armën çoje në shtëpi, dorëzoje, pra kemi përdor punë edukuese. A e bëjnë mësuesit sot? Mbase dhe nuk kanë faj ta bëjnë, sepse duhen rritur dhe më shumë, nuk është se nuk janë rritur rrogat e arsimtarëve, por duhen dyfishuar. Unë do thoja se tani nuk është ajo frika e armës te koka, por ka mënyra më të sofistikuara si të paraja ke xhep. Është edhe sot frika e armës, sepse jo më larg se para pak ditësh mua më rrefeu një mësuese që nuk i shkoj me automatik siç na kanë ardhur ne në 97-ën, por me armë të ftohtë. Kështu që në këtë pikpamje Suela, arsimtari dhe arsimdashësi ka vend për të përmirësuar veten çdo ditë. Kujtoj që në 97, 98, 99 klasat në gjimnazet e Tiranës, në cilat unë kam dhënë mësim, ishin me 55, 60 deri në 70 veta në vit të parë. Sistemi i kohës që kam dhënë mësim unë ka qenë 8+4, 8 vjeçare dhe 4 vite gjimnaz. Vinin shumë të vegjël, gati të pa bërë 14, 13-14, ky prag moshe ishte. Atyre du të flisje me butësi. Mua më ka shërbyer. Jam futur në klasë, ju kam folur me shpirt, me pasion, me mision. Arsimi është mision. Do thuash ti, po dhe mësuesi ka familje dhe do mbijetoj. Duhet ta kthesh në mision. Ose mos e zgjidh. Vazhdo, tregto, mallra në treg dhe bëu i pasur, sepse arsimi nuk të bën të pasur, arsimi të bën të pasur në shpirt. Ti do kesh një shpirt bukur nëse i shërben trive, adoleshentëve, nëse ti shpëton, unë në vitet e gjimnazit kam shpëtuar 2-3 djem pa hyrë në botën e drogës.
kam punuar fort me ta, ata sot janë sportistë, po sportistë shumë të njohur, 2 prej tyre, sepse unë e nuhata që janë duke përdorur cigaren e hashashit dhe më vjen për të qarë sot, kur e kujtoj, kërkova prindrit, pas disa kohësh arritëm t'i nxjerrim nga këthetrat e një grupi që ende i rreth shkollës, nuk do them as emrin e shkollës. Sigurisht ja, po, sepse unë kam dhënë në disa gjimnaze mësim. Në privatësinë e tyre. Dhe ata shpëtuan. Ishte shkollë sportive ajo dhe unë jepja kimi. Dhe normalisht mirë që dole të konkluzioni im që mësuesi dhe shteti mundet të ndryshojnë. Normalisht Suela ke shumë të drejtë, por ti duhet kuptosh që ky është mision. Nëse ti nuk e kthen mision, a dinin sportistët kimi, dinin formulën e ujit dhe të kripës së gjellës, H2O dhe NaCl. Me H2O dhe NaCl unë e mbaja gjithë orën duke i ndërgjegjësuar ata. Që ju lutem mos kaloni në botën e errët. Bëni diçka për jetën tuaj, po ne jemi sportistë, nuk mësojmë dot kimin, ama unë gjeta qelsin që ata të më pranojnë dhe unë t'i pranoj dijet e tyre, por u dhash një drejtim. Po, pra sepse rëndësi pa diskutim që është mësuesi është misionari më i madh i jetës. Unë këtë thirrje kam më shumë e kam për kolegët e mi. Thirrje kolegët e mi arsimdashës, në qoftë se këtë punë që keni nisur nuk e përballoni dot sepse prej 10 vitesh sigurisht janë vështërsuar adoleshentët, lërë si profesion dhe zgjidh diçka tjetër. A është lehtë gjesh punë tjetër? Nuk është fare lehtë, por ti do marrësh breza në qafë dhe ke bërë një dëm shumë të madh shoqërisë, Suela, nëse ti vazhdon dhe nuk jep kontribut. Janë për përmirësimin, nëse do të punonin më shumë. Unë jam edhe për dorëzimin. Ditën që ti nuk e kthen në mision, duhet ta lësh dhe ti hapësh rrugën një mësuesi që e ka si mision. Mjeku dhe mësuesi janë misionar. Të falenderoj shumë Gjoj Jakaj për gjitha mendimet që ndave me ne. Edhe e mbyllim me këtë sentencë të bukur, mjeku dhe mësuesi janë misionar, nuk duhet ta harrojnë kur, pasi vjen një moment dhe jeta të bën të paguash.